Të dhënat në muajin shkurt të vitit 2025 për numrin e përfituesve të pensionit të veteranëve të UÇK-s tregojnë se janë 37.161 përfitues, në krahasim me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Numri i përfituesve të pensionit të veteranit është rritur për 211 persona nga 36.950 sa ishte në shkurt të 2024-s. Numri më i madh i përfituesve të pensionit të veteranëve evidentohet në komunën e Deçanit me gjithsej 4.018, e dyta renditet komuna e Pejës me gjithsej 3.809, komuna e Gjakovës 3.365, pastaj renditen komunat me shifrat më të ulta, ndërsa jashtë Kosovës evidentohen se janë gjithsej 388 përfitues. Agjencia e Statistikave të Kosovës ASK bën të ditur se në 3 komunat Zubin Potok, Mamush, Graçanic kanë vetëm nga një përfitues të pensionit të veteranit. Sipas moshës, rreth gjysma e numrit të përgjithshëm, respektivisht 17.630 veterani përkasin moshës në mes 46 deri në 55 vjeç, 10.251 janë të moshës 56 deri 65 vjeç dhe 4.971 janë të moshës mbi 65 vjeç. Numri i veteranëve lëviz pasi që ende nuk ju ka ndërprerë drejta e aplikimit për të përfituar nga kjo skemë. Në vazhdimsi ka aplikime të reja, thuhet në publikim. Pas vdekjes së veteranit, pensioni bartet tek bashkëshorti ose tek fëmijët nën moshën 18 vjeçare, në bazë të kategorisë 34.473 veteranë të UÇK-s, ndërsa 2.688 familje të veteranëve pas vdekjes së veteranit, mbi 7.4 milionë euro shuma e pagesës për pensionet e veteranëve për muajin shkurt 2025. Kujtojmë se më 10 i pari 2025, Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e 243 të saj aprovoi rritjen e përfitimit dhe pensioneve për dëshmorët, invalidët, veteranët, pjesëtarët e UÇK-s, viktimat civil dhe familjeve të tyre. 20% është rritja e përfitimit të pensioneve dhe përfitimeve të tyre kategorive të dala nga lufta, kishte thënë kryeministri Kurti. Shuma e pensioneve për veteranin luftëtar nga 170 euro në muaj sa ishte më parë u rrit në 204 euro. Këto të dhëna u bën të ditura nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ASK me publikimin e statistikave për mirëqenien sociale për muajin shkurt 2025.